Kush po e udhëheq jetën tënde? Mendimet që të japin ndjesi lumturie? Apo mendimet që lindin nga dhimbja? Mendimet që lindin nga dëshira? Apo ndjenja e frikës? Nëse po udhëhiqesh nga frika, cila frikë është ajo? Frikë që të shpëton? Apo frikë që të shkatëron? Frika që të shpëton është frikë me sy hapur, lind kur ka burim rreziku. Është e menjëhershme, instiktive ose intuitive, të nxit të veprosh dhe largohet sa largohet burimi i rrezikut. Frika që të shpëton vjen nga jashtë, nga rreziku, kurse frika që të shkatëron vjen nga brenda, nga kujtimet. Frika që të shpëton të afron me jetën. Frika që të shkatëron të afron me vetmin. Frika që të shpëton mbron trupin dhe shpirtin. Frika që të shkatëron mbron plagët. Frika që të shpëton mbron jetën. Frika që të shkatëron mbron egon. Kur rreziku është real, frymarrja përshpejton, ndërsa trupi përgatitet për veprim. Kur frika është mendore, frymarrja ngadalësohet, trupi mbyllet, jo për veprim, por për të fshehur. Cilat ndjenja dhe mendime të udhëheqin ty?